klasifikohet si majt. E pyetja ime është, cilës rrymë i përket më shumë? Të majtës tradicionale, postkomuniste, social-demokracisë perëndimore, apo një të majtë të gjeneratës digjitale? Unë mendoj që trashëgimia e social-demokracisë evropiane është nga më të mirat që ka pasur ndonjëherë historia e njerëzimit. Kur social-demokratët kanë qeverisur vendet perëndimore në vitet 60-70 kanë ndërtuar shtetin social, për shumë historianë, sociolog, politolog, konsiderohet si periudha e artë jo vetëm e perëndimit, por edhe e njerëzimit, kuptimin e mirëqenies, e drejtave sociale, lirisë e gjithçka e tjetër. Sigurisht që historia ndryshon, kështu që është vështirë të kthehesh fjalë për fjalë në të shkuarën. Kështu që e majta e sotme do të jetë edhe bashkohore, jo thjesht të ketë frymëzimin e të shkuarës. Por prapë unë mendoj që kemi që të mësojmë nga e shkuara përparimtare e të majtës perëndimore dhe përshtasim në kushtet e një shoqërie që sot është shumë dinamike. Është shumë e teknologjizuar, ka mobilitet të madh, edhe social, edhe gjeografik, ka një ekspozim shumë të madh edhe ndaj informacionit, edhe ndaj dizinformacionit. Kështu që për gjitha këto arsye do duhet përshtatemi, do duhet zgjedhim mënyra të reja komunikimi. Kjo bisedë që bëjmë ne do ishte pamendueshme përpara 50 viteve. As nuk çoj në përmendje. Përfaqësues politike vetëm të majtës, po të djathtës të çfarëdo lloj sistemi dyshim politik. Kështu do duhet përshtatemi sepse epoka e sotme ka edhe veçoritë e veta, por ka edhe aspekte veta interesante. Lindi mbi 20 vite duke dhënë mësim, afër të rinjve më shumë se kurrë. Çfarë mendon për gjeneratën e sotme? Jo vetëm Gen Z, po edhe brezin tim. Të rinjtë e sotme kanë shumë të tepër probleme se sa të rinjtë e kohës time. Pra, në kohën kur isha student, vetëm një nga shokët e mi të klasës që detyrohet punonte. Sot shumica e studentëve vinë punojnë. Dhe me që punojnë, një pjesë prej tyre ka të vështirë të vinë klasë. Për shkak të orareve që si përshtaten. Oraret janë të zhvashdueshme. Për shkak edhe kur vinë ki parasysh diçka, të punosh 8 orë, dhe pastaj të qëndrosh 6 orë mësim është shumë e mundimshme. Të kesh kohë të studiosh, të kesh qetësinë e dur për të studiuar, është e vështirë. Unë mbaj mend prindërit e mi. Ne kemi bërë një jetë goxha të thjeshtë. Ndonse unë isha fëmia i dy prindërve të arsimuar, kemi bërë një jetë goxha të thjeshtë. Shqipëria ishte shumë e varfër aso kohë, në vitet 90 apo fillim viteve 2000. Kur unë kam qenë në adoleshencë, rinin e parë. Mirë, po mbaj mend që prindërit e mi më thoshin që ti ke vetëm një punë. Të mësosh. Të mësosh dhe vetëm të mësosh. Asgjë tjetër. Nuk të duhet bësh asgjë. Ne do të sakrifikojmë, ne do të jetojmë keq, por ama ti duhet të mësosh. Ty të krahasoj shpesh me Albin Kurtin. Edhe e bëjnë këtë qoftë edhe në komente në social media, po ndoshta edhe në biseda tavoline që bëjnë me njëri tjetrin. A do ishe i gatshëm ti të merrje kosto aq shumë personale edhe një rrugtim aq shumë vështirë sa ka kaluar Albin Kurti? Unë jam gati të marr çfarë lloj kostoje personale që duhet për të çuar përpara idetë që kemi në lëvizjen bashkë. Albin Kurti ka nisur aktivitetin politik si student, në kohën ku Kosova sundohej nga regjimi fashist i Slobodan Miloševićit. Eksisoi aso kohë për një protestë të burgosin. Të burgosin të bani me vite të tëra në burg, siç ka ndodhur me Albinin në Kosovë. Në Shqipëri, paktën deri sot që flasim, maksimumi të mbajnë 10 orë në komisariat, siç ka ndodhur gjatë 2-3 herë. Dhe pastaj nxjerrin, do të varritesh në përgjyqje, po nuk ta jep njëri shansin ti jesh i burgosur politik, ta themi kështu për vite të tëra. Kështu që kostoja në Shqipëri e marrjes me politik është e ndryshme nga kostoja në Kosovë. Gjithsesi unë jam i gatshëm dhe në lëvizjen bashkë kemi shumë vetë që jemi të gatshëm të marrim përsipër çfarë lloj kostoje, por atë që janë idealet tona për dhe mira politike. Ne jemi në një situatë ku shqiptarët pothuajse kanë humbur besimin tek politika dhe sidomos tek pjesa opozitare që është gjithkohën me ato thirrjet e veta për protest, e ato sheshet nuk na mbushen e që nuk na mbushen. Pse ndodhi gjitha kjo, Arlind? Si mendon? Ka disa arsye. Një arsye që është tradicionalisht e vlefshme në Shqipëri ka të bëjë me frikën që kanë qytetarët. Frikë kanë pasur gjithmonë. Kanë frikë në punësit e shtetit, kanë frikë familjarët në punësit e shtetit, kanë frikë ata që kanë një biznes të vogël. Mirë, por nuk është vetëm kjo arsye, pse qytetarët. Frika nga ndëshkimi. Ndëshkimi, patjetër. Po nuk është vetëm kjo arsye, sepse edhe më herët kanë pasur frikë dhe dilin masivisht në protesta. Kanë pas frikë
në 2018 studentëve, prapse kanë dalë. Në këtë kuptim, kanë pas frikë në 2014, në 2013 mos gaboj, kur ishte protesta armëve kimike, përsëri dilnin protestë. Ajo që mungon, besoj sot, është shpresa, ose msak. Mungon ende besimi mjaftueshëm te politika në përgjithësi. Ne përpiqemi lëvizjen bashkë ta krijojmë këtë besim te qytetarët, se nëpërmjet protesta, nëpërmjet angazhimeve kolektive mund të arrish diçka. Qoftë qytetari mesatar mendon që të gjitha partitë janë të korruptuara, të gjitha partitë sundohen, drejtohen nga maskarë. Nuk ka shpresë për politikë emancipuese. Të kam parë që ti je më shumë i fokusuar tek pjesa intelektuale, që do të thotë pak të kam parë në zonat e fshatrave. Por me sa dim, në gjithë këto vite procese zgjedhore, Partia Socialiste është e majtë, fshatrat janë të majtë. Pse ke zgjedhur ta bësh këtë edhe mos jesh shumë afër zonës fshatrave? Jo, ne bëjmë aktivitet politik kudo. Bëjmë aktivitet nëpër fshatra, nëpër qytete. Sigurisht që aktiviteti politik është më i dendur aty ku banojnë më shumë njerëz. Qyteti i madh aty bëhet më shumë veprimtari politike. Gjithsesi unë fushatën e kaluar zgjedhore për aktivitetin politik e kemi bërë gjithandej. Kemi qenë shpeshherë, unë vetë kam qenë në protestat fshatarëve anë kënd Shqipërisë që protestojnë kundër marrjes së tokave tyre nga investitorë strategjik ose të burimeve ujore. Kemi qenë në për qytetet vogla, ne kemi bërë një veprimtari shumë dendur politike në Bulqis, në qytetin e minatorëve. Po. Një nga problemet që ti e ngre dhe ngre shpesh problemin e punës të punëtorëve, një majën e kemi afër, në këtë sens, për ne është shumë e rëndësishme lëvizja bashkë të përfaqësojmë qytetarët nga do që janë. Si të duket Tirana, edhe si e sheh Arlindi kohën shumë afat gjatë apo shumë afat shkurtër për të qenë në postin e kryebashkiakut Tiranës në të ardhmen? Tirana është fatkeqësisht shndruar në një xhungël prej betoni. Një xhungël ku nuk ka hapësira publike, nuk ka fusha sportive, ka shumë pak gjelbërim. Shumë njerëz smuren madje dhe vdesin nga ndotja e ajrit. Ja, për shembull, si jemi këtu tani, autobusi ngjit me ne, s'ka kursi autobusësh, nuk është ndërtuar, qoftë është ndërtuar nuk respektohet, njerëzit nga që ndërtohet shumë, ka shumë makina për metër katror, jemi nga qytetet me densinë më të madhe të popullsisë për metër katror në Evropë, po. Pa gjitha këto janë efektet e keq planifikimit urban për të shtuar fitimet e oligarkisë ekonomike dhe atyre që pastrojnë parat në sektorin e ndërtimit. Për mua politika është projekti i jetës të tërë. Unë besoj do merrem me politikë, kështu s'po merrem, po e pata jetën e gjatë edhe 80 vjeç. Po mirë, Arlind, nëse ndodh ti bëhesh kryetari i ardhshëm i Bashkisë Tiranës, ndërkohë do të duhet të bashkëpunosh me Edi Ramën si kryeministër. Ndërkohë, nuk e di, një pjesë e mirë atyre që ti quan edhe janë oligark, do vinë dhe do të thonë Arlind, shiko, me që ti e do shumë arsimin, ne do të ndërtojmë 3 kopshe e 3 shkolla. Por duam që për këtë të na bësh x gjë. Çfarë do bën të Arlind Çori? E nisim Edi Ramën? E nisim. Qofse mua populli i Tiranës më zgjedh kryetar bashkie në 2027, unë nuk do kem nevojë të bashkëpunoj me Edi Ramën, sepse do krijohet një frymë e tillë në Shqipëri, saqë qeveria e Ramës do bjerë për një muaj. Vetëm imagjinoni. Qeveria e Ramës do bjerë për një muaj? Vetëm imagjinoni, qofse kryetari një partie të re arrin të fitojë Tiranën. Çfarë transformimesh, çfarë zhvendosjesh dhe lëvizjes tektonike do ndodhin në politikën shqiptare. Kështu që mua as do më duhet bashkëpunoj me Ramën, sepse unë besoj do të ketë zgjedhje parakoshme dhe lëvizja bashkë. Mendon se njerëzit do ta kenë atë revoltën e brendshme? Më votojnë shumicë, nëse votojnë 40% qytetarëve të Tiranës, çfarë mesazhi do jepej nëpër Shqipëri, se sa i afërt dhe i mundshëm është ndryshimi. Që në këtë sens s'do më duhet bashkëpunoj me Ramën. Në rast se do duhet ta shtyrim deri në 2029, sepse nuk do ndodhte kjo, do të thosha unë. Keni parasysh diçka. Ligjet e Shqipërisë janë të qarta, kompetencat e pushteteve qendrore dhe lokale janë të qarta, secili do bëj punën e vet. Bashkëpunon me shkresat. Po në këtë sens, unë jam i detyruar të bëj punën time si kryetar bashkie, Rama do jetë i detyruar të bëj punën e vet nga pikpamja e procedurave si kryeministër. Në këtë sens nuk shoh asnjë lloj problemi, sigurisht nuk do të dalin foto me Ramën, nuk do buzëqesh me Ramën, nuk kam ç'më duhet as Rama as Berisha. Kur vjen puna te oligarkët, keni parasysh diçka që detyra e një partie politike është që të thotë vërtetën, të denoncojë dhe të marrë masa politike, kuptimin e politikave ekonomike, në mënyrë që gjithsekush të kryej detyrimet e veta ekonomike ndaj shoqërisë apo qytetit ku jeton. Kështu që ajo oligarku që thotë të jap një shkollë, më jep një gjë, unë do i thosha, nëse kjo gjë që kërkon është akt korruptiv,
unë do të denoncoj në prokurori. Përndryshe, ti duhet të paguash taksat që takojnë paguash, edhe më shumë se ç'paguan sot, dhe kësaj shkollën do ndërtoj bashkia. Por ama, unë nuk kam ndërmend të buzëqesh edhe të dalë në foto me oligarkët, nga ana tjetër, do keni parasysh diçka. Përgjegjësinë ligjore, penale apo çfarë do lloji tjetër, nuk e vendos as kryetari i bashkisë, as kryeministri. E vendosin organet e drejtësisë. A është ndjerni ndonjëherë Arlindi i kërcënuar për shkak të sulmit herë pas hershëm që i bën oligarkëve? Nuk është se e kam ndjer veten veçanërisht të kërcënuar, pavarësisht se her pas here mund të marrë një mesazh nga njerëz anonim, por nuk është se ua vëveshin shumë. Ke marrë një propozim Arlind Qori nga partitë të mëdha apo askush nuk ka ardhur? Asnjëherë. Se zakonisht ndodh që partive të vogla i bëhen propozime, ne e kemi parë. I bëhen, po e them dhe herë, propozimi u bëhet atyre që ke shpresë se do pranojnë. Do kupton? Do thënë, mua po ta bëj lloj paralelizmi, mua kur esim rrugë nuk thotë njeri sa e ke pazarit, sepse të gjithë në rrugë e dinë që nuk kanë pazar. Po. Për partitë e tjera, për kryetarët e partive tjera, mbase krijohet përshtypja që kanë pazar, edhe u ofrojnë gjëra, pastaj ata mund t'i pranojnë, mund t'i mos e pranojnë, mund duan ta ngrejnë pazarin, ta ulin pazarin, le të bëjnë ç'të duan. Ti ke patur një përplasje me Adriatik Lapajn. Nëse do duhet bashkëpunoj me Adriatikun, do ta bëje? Unë s'kam pas përplasje, unë kam pas debate. Debate, përplasje publike. Kam pas debate televizive me kryetarët e disa partive të reja, dhe në të gjitha debatet që kam bërë, kam thënë vërtetën sa do i hitur qoftë ajo. Kur kam menduar që, dhe vazhdoj të mendoj që qëndrimet e tyre janë qëndrimet pa drejta, ku i shoh se si kanë frikë denoncojnë oligarkinë ekonomike, ku shoh që shpenzojnë shumë amarramense në fushatat elektorale dhe nuk arrin të justifikojnë ato nga mbështetja e qytetarëve të thjeshtë, ku shoh se si flirtojnë me partitë e vjetra, është detyra ime politike dhe qytetare ta them vërtetën dhe t'i paralajmëroj qytetarët që prisni se duhet ta merrni politikën seriozisht. Si mendon, do ketë një pazar PD-PS për ligjen zgjedhor dhe reformën territoriale? Ata janë ulën tryezën e pazarit. Janë ulën dhe formalisht. Edhe është qesharake sepse keni parasysh janë dy parti që natën shpërndajnë lejet e ndërtimit. PS-ja me PD. Ditën ulen në tryezën e reformave të mëdha, mbas dite njëra prej tyre del në revolucion kundër tjetrës. Një pazar i vazhdueshëm ku rris qytetarëve dhe një gënjeshtër hipokrizie madhe anë këmbë. Arlind Qori, si mendon ti, do zhduket ndonjëherë korrupsioni në Shqipëri? Tani kur themi zhduken korrupsioni, po flasim për korrupsionin e madh, po flasim për kapjen e shtetit. Po. Flasim për çrënjosin e korrupsionit, flasim për çrënjosin e sistemit korrupsionit, e kapjes së shtetit. Kjo është e mundur. Kjo është e mundur përmes politikave duara, përmes partive politike që kanë vullnetin dhe karakterin moral që ta luftojnë korrupsionin, përmes ndërtimit të institucioneve të forta dhe të pavarura. Shumica politikanëve që kemi sot në Shqipëri nuk ishe farë, domethënë rrezik e kanë atë parkimit të dera shtëpisë. Kanë frikë kanë qytetarët. Ose i përçmojnë, ose dyja bashkë, edhe i përçmojnë qytetarët, edhe i kanë frikë. Kanë frikë nga e vërteta thua se nga përballja? Kanë frikë nga qortimi, nga përballja. Unë nga që s'kam frikë se si kam borxh haskujt asgjë. Dal rrugë. Do vazhdoje ta bëje të njëjtën gjë edhe nëse Arlindi zgjidhet kryetari bashkisë dhe përgjegjësia ndaj qytetarëve. Kryetari bashkie pa diskutim. Do vazhdoje të ecë me autobus? Po. Pa ma t'i rregulloje, që të ecim dhe ne tjerët me autobus pastaj. Ne kemi zbritur bashkë të dy nga makina pas bisedës tonë on the road dhe jemi këtu në një nga lagjet më të vjetra të Tiranës, ku ndodhet edhe godina e lëvizjes bashkë. Bashkë me Arlindin do futemi brenda, do na mirëpresen në shtëpinë e tij dhe aty do vazhdojmë një pjesë të bisedës tonë. Shihemi pas pak.